Shumë prej nesh kanë ide, mendime se si mund të ndryshoj inteligjenca artificiale mënyrën e jetesës që ne i kemi përpara. Varësisht prej fushës ku operojnë secili, gjithkush për vete mendon se si mund të kishte pas ndikim për shembull sa tha agroni pak më herët në media ose te prezantuesit ose në gazetarin përgjithësi, pastaj për mjeksi mos flasim sepse është edhe e domosdoshme. Një aset jashtëzakonshëm në Edhe mjeksinë e fushat e sigurisë. tjera. Unë për veti kisha pas qef me zbulu dikush një robot i cili na e fshin shtëpit edhe na e bën bukën e gjonat të tilla. Edhe na e bën masazhin her pas here, po jo me durr, kështu me durr sa më të buta, nëse ti është shumë robotike. Po që Driloni nuk e di se çfarë ide e erdhë, mos ja e bëmë në ide, të patentoj një herë. Prit një herë, po e diskutoj. Patentoj një herë. Jo se e menova kur the për ato e mandej, si më thonë, çapo lyp tjetër. Ish më larg se gjë komendu për çito. Mirë ke po, jo, nashta një herë me pas një robot që na thot na tregon, ju tregon, na tregon gjithve, tash ti thon pse veç vajzat ose gratë. Ç'a më bosut për drejt. Më një herë thama gratë. Po e di. Kështu që kam kujdesën në këtë aspekt. Drilon, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ndërkohë është kjo temë prej temave që me shumë pasion e flas edhe kam dëshirë domethënë që të jetë komunikimi sa më i hershëm dhe të demokratizohet kjo ditorie, mos të ketë problematikat e gatekeepers sikurse që ka qenë deri tash. Okej, jo po më intereson shumë Drilon si të kam pa edhe në rrjetet sociale të kam pa, se më thonë edhe në studio të tjera mbas. Edhe unë ty të kam pa. Apo? Është shumë interesant që si thonë kjo ndjesia që e the. Është shumë interesant. Na ke shikuar ti? Po patjetër. Se ju teknologjisë qoni ma vonë. Po unë i kam 2 vjet ku s'kam pas pjesë teknologjisë, e kam kthyer në televizion. Aja kur ju çu më bogati për shkollë. Po saktë. Edhe? Po edhe tash. Po tash të buçil tash. Jo. Nuk kam dalën në këtorin e postër me hec. Okej. Do të shkoj në shkollë, më i dal të bëj se shkoj në shkollë. Çfarë do të ndjesia me qenë studio tash interesante. Interesant. Okej. Po na vjen mirë shumë. Dream come true, po thonë këta 3. Po, bravo. Është shumë mirë, super Drilon. Jo, po më intereson ato që nisi edhe me thonë. Kur ja nisi ti thjesht me kuptu këtë botë, me kuptu këtë ndryshime që po vjen, edhe mandej me u thellu me studiu pak më shumë edhe mandej me na tregullën e tjerëve. Që po vjen diçka bën i botit. Unë domethënë sa i përket inteligjencës artificiale na në proces unë jam marrë me zhvillim të software-it prej 2016-s, e kam me pas një kompani me disa shok. Prej aty domethënë u duft me i nejt shumë gati trendeve të teknologjisë, edhe kjo AI domethënë prej momentin kur OpenAI ajo kompania që ka pas atë CTO-n, drejtorin e teknologjisë që ka pas Mira Muratin, që na bën ajo neve të famshëm, kështu që paktën diçka jashtë entertainment, domethënë dikush dule i çti niveli me na reprezentu. Pej aty pe OpenAI domethënë në fund të 2023-s u bë temë globale, u bë temë me ndikim të madh, edhe pse temat e inteligjencës artificiale edhe machine learning ose domethënë aftësia e robotit për me mësu, janë kon tema pe vitit 1950 është ky zhvillim. Domethënë në laboratoret e MIT-s edhe të Berkeley-t edhe të universitetit. Ama shumë më ngatashëm se deri më tash apo jo. Absolutisht, domethënë pa krahasim, po domethënë derisa inteligjenca artificiale nuk ja ka nisur ju hi njerëzve në shërbim ditor. Sikurse është ChatGPT-ja, kërkuj që ka duket çaq interesant. Ka thënë po robotat po vinë, po janë larg. Po kur kemi filluar domethënë me konsumimin e inteligjencës artificiale shumë të afërt, sikurse ka qenë kjo me inteligjencën artificiale të OpenAI që ka bërë ChatGPT-n, ja kemi nis tash me thonë tash ke inteligjencë me bën me kon me një trup fizik, çysh i shkon, edhe shkon tash ky Elon Musk, njëri shumë interesant, karakteristik, sidomos tash u hin qeveri që kena me pa domethënë impaktin e tij na tash ka ndikim tash ka ndikim direkt. Ky domethënë moti i ka nisur me boshta robotat edhe është një film në vitin 2025. Në vitin 2005 i Will Smith-it, po mëna ajo është filmi i harrova në regjisorit, po Will Smith e lun është aktor domethënë i njohur edhe për këtë film. E aty është këtë parashikime që kanë me kon robotat, çka kanë me bëu, që kanë me dal tash. Ky domethënë ironikisht u shkoi ka bërë robotat, çu dokën në çat film, ai kerrë që i vjen robotat ka bërë një domethënë është tepër s'pas ka pas nevojë për me lodh kryq. Ja, absolutisht. Edhe si ka inspiruar, a? Saktë. Se tash domethënë e rëndësishme që Simpsonsat veç parashikime të tyre domethënë të dal, tash edhe Eloni ja ka nis me ngjyn ka ky aspekt, po domethënë më saktësisht viti 2023 është çaj viti që e ka thy informacionin deri në atë nivel sa u bë tash domethënë i madh i vogël fol për këtë temë. Disa herë domethënë ka me një djalë është 13 vjeçar, shpresoj që herën e ardhshme domethënë studio vim bashk.
Ajo është të bëhet diçka për inteligjencë artificiale, 13 vjeç, është domethënë që i joni i Kosovës, as nuk është i diasporës, as domethënë se gjithë janë gjesim në çet ambient u rritet që është domethënë fenomenale që është teknologji që mundet me përdorë dhe duhet me përdorë secila gjenerat edhe mos me kriju averzion, se një për fjalëve më të popularizuar me sa i përket inteligjencës artificiale është kjo që s'ka me zaventu inteligjencë artificiale, por në njëri që e përdor mirë inteligjencën artificiale, ka me na zaventu. Po du me thonë, është revolucioni i teknologjisë, une e parasha që ka me pas qasë impakti ma shumë sa interneti. Na që tash me internetin atë ndikum po toj se krejt jeta njeriut është ndikume për internetit, e për shkak që asaj, une mene që inteligencë artificiale veç ka me shku edhe hala. Nuk e di sa hala. Jo, nështë ta mirë me nga tregu, se ti e din. Ti po për ma për do i di, do si di. Ja, që ata nuk e bëj. Jam në betej publike, do me thonë, me gatekeepers, ku që do me thonë, çdo informacion që e kam. Që po e bën. Po jo, kur kemi me janis, me thonë, me aplikuar dhe ma shumë, edhe me u lidh hala ma shumë me inteligencën artificiale, kur kemi me janis edhe me u friksu pak, me u tut pak për inteligencës artificiale, se realisht, po në ndërhyn shumë. Nuk e di pse du të mu friksu. Jo, si më definitivisht. Që flasim rrugës, po. Qështë të më kustomizesh, nëse dënë me tut, muj me tut, nëse dënë me donë optimizëm. Cilat pasuat, i flasim të gjitha. Pa tjetër. Do më thonë, ka aspekti negativ, problematika kryesore më me kun dhonja e përgjigjes të kufizuar në ato që atë shka i përqen programusit inteligjencë artificiale, sa ajo ka do më thonë një person për Europa. Për shembull tash me pas më shumë informacione, ha? E sakt, do më thonë a informacionet i ka, veç ti nëse sa ma i pa af njeriu me bë pyetje, sa ma varet edhe si i qasësh apo jo. Absolut. Tash për shembull kena pas Google-in, kur ke lyp diçka në Google, ke thonë filan fistek koncepti, ti ka qenë 10 burime. Tash s'ka më 10. Tash do më ta qëtë një burim të tu për shembull, qysh me kuptu në fotosintezën, ta shpjegoj në fotosintezën me fjalë të veta, dhe ta jep një link. Po nëse e pyet edhe një herë ta qëtë ndryshe. Po, absolut. Veç du të me ditë, e tash këtë varë qysh e pyet. Këtë do më thonë e ardhmja me inteligencë artificiale ka me qenë që ke prompt engineering, që është do më thonë forma qysh me lyp informacion për inteligencë artificiale. Për shembull, unë kom po për të njëjtën kërkesë, unë që i kam përmi 1000 orë që kom eksperimentu me ta, u kam po besoj ma shumë se 1000 orë, do më veç vitin e parë, kur u dalë, do më unë i kom përdor 500 orë në të, se është unë halon nuk kam aftësime për shu sa ka ndikim dhe sa ka me pas ndikim, po mu për shemë punën temë, produktivitetin temë, pej 100% që e kom pas angazhim personal vetë, 80% ma ka zavencu inteligencë artificiale, 20% jam veç monitorus. Ta është i ki këtë 80% që me argju dikun tjetër, apo jo? Me menu në 7 për veti ose me u zhenu dikun tjetër? Që kjo është, po. Që kjo është e bukra inteligencë artificiale, që e mundësën të të heqëre, që të toskat boring, ose toskat detyrat e cilat janë, të mundu me përkëty tash në trup, detyrat që janë, do më thonë, të munimta, ose të bezdishme, të kryone, të mërë me aspektin kreativ. Për momentin, mas 25 viteve, kjo është, do më thonë, parashikimi shumicës dërmuset ekspertve, mas 25 viteve nuk kena shansë, është, do më thonë, këgja, do më thonë, me re. është situata nuk e dina, s'kena shansë me parashiku që ka po ndodhë. A s'kena shansë me parashiku? Jo, do më thonë, edhe parashikimet që janë është dikush thot ka dominancë, dikush thot ka dominancë robotëve, dikush thot jo ka me pas luftë mes njeriut edhe robotit, po 25 që 25 vitet më me fol për shembull çështën. Si me pas luftë ndërmjet njeriut edhe robotit kur ai komandohet nga njeriu? Ja, po tash shikoj. Për momentin. Po. Roboti është. Po mundet me kriju pavarësi. Do më thonë që aja AGI është do më thonë aftësia robotit me fitu pavarësi. Robotat lypin pavarësi. Normal. Ja ta se lypin ata veç e morin pavarësi. Po edhe na po e mendon dhe me ka të kablën e rrymës. E vërtet. Tash qëre, nëse njeriu si qenje inteligjente, e din që to që do më thonë nëse e hek diçka për rrymës edhe shtin diçka në rrymë funksionon për me sajna, këtë që dituri është të ju transferu robotit. Për shkolla, veç shpak, po dalim se mos të bojna kështë, do më thonë, parashikime shkatërimit botës. Une i egzistojnë, ka një që e parashikojnë qashtë, une nuk e mendoj, do më thonë, në qatë ekstremin qashtë që avdin ka me pas, do më thonë, man versus machine, Terminatori, që sifar, ose a është e mundshme? E mundshme. A ka me ndodhë realisht? Të shuhim. Ata do më thonë, rezultatet e zgjedhjeve po punon 2 muaj, po punojnë me parashiku robot, ata në vinë. Pas inteligjencën artificiale, ndoshta na kishim shumë lehtë. Absolut. A po vërtet dikush se gjithmonë kam Simon kur po flasim për rrezikun, jo rrezikun vetëm me dominuar robotin njeriu, por në diçka tjetër. Që njeriu veç kemi nisë, më thonë, me humbat anën emocionale, shpirtërore, lidhjen sociale të tjera. Nuk e di tash dasham dikush në çet sektor, në teknologji, psikologët. Nuk e di nëse po flasin edhe për çet aspekt, sepse
Ta zëm, a kanë me na shiju mo ato gjana që na shijojnë sot ose që na kanë shiju dje. Me shku edhe me pa një shfaqje teatrore, me shku me pa një film kinema, me shku me pa një ekspozit, me dal me kriju diçka, një pikturë me u marrë 2 muj ditë, 3 muj ditë, nështë një vit, një pikturë me u marrë me kriju një pikturë, kur ta zëm inteligencë artificiale ta krijon për 3 sekonda. Pyetja e bukur se do më thonë veç trajtohet se ka tash ki sociolog të inteligencës artificiale. Do më thonë tash veç janë të linë profesione të reja në qitë fush. E një pisanave interesante që une e parashikoj definitivisht që ka me ndodhë është ka më rritë vlera njeriut si njeri. Për momentin ka për shembull është një person në Japoni i cili s'bën kurrë, veç ekziston dhe me ekzistencën e tij na gjeneron $100,000 në vit. Qysh e bën këto i bën paravorësisht rreth 10.000, 12.000 euro, do më thonë në muj në zerë, veç me ekzistencën e tina. Qka i bjen kjo? A mban trajnime? Heq. Jo, se po të më shku me një trajnim. Jo, e ka publike këto, qysh me bo pare. Po veç dush me kohë në Japonisë, në Kosovë s'ka sens. Halo ju, që tash të spegoj qka bënaj. Duket Japonia jeton të ardhmen. Jeton të ardhmen, e vërtet. Është mirë, do më thonë, për emancipim të avancum qysh ka me kohë në ardhmja, e mira dhe e keqja asaj është mirë me vizitu Japoninë. Se këm vizitu halo. Po, tash do më thonë, qaj personi është tu pagu veç me shku me shëshnu dikon. Asë se ka obligim me full, asë se ka obligim, kur gjë heqë do më thonë, veç shëshrus, e ka amin shëshrus. Do më thonë, nëse ti dërë me bu ma bet najsa, naj takte, naj fjolla, mos ka, anë kontrat, marveshja është, do më thonë, unë e kom e dalë me hec, hajde me mu. Unë e kom e shku në restoran më ullë, ti kom e ta qitë me bukë të shpis, jes s'ka nevoj me fulla. A ka më rejnë e kërkjes? Ai nuk është eskort, nuk e nga të eskort. Do më thonë, as muhabeti nuk është i kushzum. Do më thonë, i kushzum është ardhja fizike e njeriut që tjertë kur të shohin që të personin tjetër. Se njiva që s'ka nevoj me full. Nësë me me të vetë. Nuk është ku. Ideja me që nga person shumë pozitiv të teksa e kërkojnë. E ka një farë energjiet mirë. E ka, për këshyre do më thonë, qka e ka shkaktu? Këto e ka shkaktu vetëmijat e të prume, do më thonë që është një Japoni, edhe është një pej shkoqeve ma problematike në Japoni që do më thonë tash edhe ja u kanë ndiku me real estate me shumë sane. Vlera ashtu. Në Japoni për shembull ka një numër të madh të plesëve të njerëzve të vjetër atje që po kërkojnë me shku në burgje për shkak se i kanë shërbime shëndetësore aty, e kanë ushqimin me rregull dhe i kanë do njerëzve të cilët mujnë me nejt. Po e saktë. Do thonë edhe po kërkojnë me shku në burgje, me u burgos. Ata janë më vulnerabël me fol. Kena me ti në Japonez, 100 vjeqor, kena me pru këtë në emisión kësë. Ose live, kena më lidhë me të. Po Skype po mshele tash, jam ju bu plezhve. A po mshele Skype? Pse? Qa po më pëlqen që kema për? Po intervista, sa intervista në i bojë me Skype? E, zavendësane. Apo na i qka tjetër? Ka më qysho, ka shumë, ka teknologi. E pëse po mbyllet Skype, cila është arsye? Skype po mbyllet se po menaj që, do më thonë, Microsofti kur e ka ble veç për informacion dhe usera, edhe tash veç ka bordë në tim, se ka një aplikacion të ngjajshëm me Skype-in shumë më të mirë, ai përdoret domethënë për botës profesionale, për B2C. Po edhe me video call po mujmë na me funksionu për shembull. Po, me iPhone-it ta? Po, për shembull në televizion. Po, patjetër. Jo, ka 500 zgjidhje janë, po domethënë Skype për çato po mbyllet. E çana më bëjnë deri në fund edhe për çto për sociologët e teknologjisë. Sakt, domethënë tash që kjo problematikë është ka zgjidhur veç me ekzistencën e njeriut. Domethënë njeriu ka më rrit vlera, sikurse çush është vlera e ushqimit organik tash. Para 200 vjetë kur s'ka pas ultra processed food, ushqim të ultra procesuar, nuk u kon me vlerë, domethënë thonë dikujt që kjo patate domethënë u kon është organike. E tash është nën kuptu. Po është nën kuptu. E tash unë parashikimi jam është të kemë shkuar në restoran, na shta jo në Kosovë këtu, në Vranjes, por domethënë kimë pas domethënë çato në Evropë me nerë me thonë ky ushqim është i përgatitur nga njeriu. Ka më kon interesant se për shembull ti kimë pas shef me shtu edhe pa kryp, ose domethënë kimë thonë edhe në një farë kombinimi, pse se s'don me dalë ashtu në mënyrë robotike ushqimi e kështu me radhë. Pa shpirt, thashë. Pa shpirt. Ka me pas domethënë servise, ka me pas shërbime të dhona nga njeriu veç me pas që është njeri qaj, veç për me komuniku, veç për me dalë, domethënë çto unë e them tash këtu human dating. S'është dating për qëllim me mate, po është për qëllim veç për të shohë se njëri për ta dhënë dorën, po komunikoj me ty ti ke emocion, më ka ndodhur që kjo kur ta tregojnë aty në histori pak të mushën syt lart se robotit nuk i mushën. Ai morët më programu mi mush syt lart, po ka nevojë. Është vija vull. Jo, do të paguaj ekstra. Ama gjeneratat e reja e harrojnë që të emocion, se rriten ata me që të botë, si më thonë, gjeneratat e mesme të vjetra, ata që veç i kanë, hajde po e thamë 20 vjeçarët, edhe munden me pas nevojë me u taku me njeriu. Po ai që lind sot dhe gjithë jetën mësu me robot, ai bën njeriu?
i vyn njeriu. Domethënë se tash ke detyrimisht inteligjenca artificiale prek edhe tema filozofike. Njeriu, domethënë si qenie që ka nevojë mu shoqëru me llojin e vet, është shumë problematike domethënë me jetu me robotin. Ka tentativa, për shembull, kush e ka kthyer Black Mirror, është domethënë një serialeve që i parashikojnë çush ka me konë jeta në tamën me teknologjinë, e parashikojnë që domethënë ka me pas si lloj robota që kanë me pas edhe shprehjet ndjenjave kështu me radhë. Po apet unë nuk mendoj që e ardhmja e njeriu mundet me konë me diçka tjetër në përjetimin e emocioneve se sa me vetë njeriu, se është ma produktive aqaja. Se për shembull nuk kam nevojë ty kur të them për një sprovë që më ka ndodhur specifike, s'kam nevojë me të bëj shumë hyrje, te e din që nëse jam sprovu me qëtë cena, këmë thuj komën, nuk kam nevojë tash me të kallëzune që është të mëdhim, të tash ashtë i dalë për vene, te e din, kur të thënë komën, s'mon me lujtë më futbol, i ki domethënë matematikat që i vën me nerë. E te roboti që kjo inteligenca emocionale mungon, edhe është shumë problematike më mrit faktën që unë po them, kur të them në roboti e ka problematike me mri, është gjithmonë parashikimi 25 vjet. Mas 25 vjetë shohim dhe bëjmë. Okej. Deri aty nalim, ja? Krejt nalim deri aty? Po. 25, 2050, ha? Po. Po, parashikus, po veç është, domethënë që tash që për shembull që tash Kina para 2 dite u dal me një agent, i cili domethënë është me fjalë tjera është robot që i kryen të gjitha shërbimet online. Ti domethënë ja jep një urdhër edhe i kryen krejt çka i ki për shembull, më thon, "Bë ma hulumtëma çështjen e me sharrin." Veç i thot, "Shkon në çet website, edhe rezervoma jam të dashur me shku për shembull, jam të dashur me shetit, që kjo është kufizimi jam i çmimit. Hen e kryen çat proces. E lyp website-in, dvet ty thot, "A je interesuar me shku në Itali ti tu po?" Të çtojnë çmimet, cilën çmim pe don, cilën me cilën asë po shkon. Domthonë veç vjen me ty veç muhabetet, veç konfirmimet i merr për te, për ndryshe e ka kartelën tonë, ka dhona tua, e bën rezervimin për ty. Domthonë na tu fol për lehtësim të madh të jetës, që njeriu të ka më shumë më shumë kohë për mu dëfry edhe normalisht që një pjesë e madhe njerëzve kanë me lëviz ka ekvatorë se çajo. Që na kanë konsumu kohën shumë neve. Për shembull, mënyra se ne mendojmë se si me u vesh në mëngjes. Po, të desha të them. Me shtin hauba jo kon. Jo, këtë sepse se dia e man mendja proces. Si të më të mëdha në botë kanë personin e kanë pas deri më tani, e kanë pas personin që është kujdes për këtë. Patjetër. E ata kanë vendosur se çka duhet me vesh, çka duhet me konsumu ai për mëngjes, edhe në sa ora duhet më zgjuar dhe gjithçka tjetër. Për shkak se nëse ti ngarkon veten me gjitha këto gjëra, pastaj nuk je i dobishëm, edhe nuk mundesh me mend po. Po. Imagjinoj na në program që me mendu për krejt. Ja, domethënë, po them, nuk po du me shumë të oftë jemi vetë. Ti është zakonshëm. Pa zavendësuar shumë. Njerë për njerë. Kishte mos shef. Unë nuk e kom dërt. Dhe 2050 me që qenë ka shumë, në regull jam unë. Atëherë shujë i pensionin. Po, qashtë, po, 2050 të shive dhe 2050 të shive dhe njerë edhe po. Fiks. Unë e vimi një robot shoqëruse dhe taman. Okej, ose shoqëruse. Mos u botash. Mos u kufiza. Jo, supona. Unë ato e menova në fakt. Me që thash ndryshe. Okej, po. Për me njerët të loshën 2025-ën, e ndrën gjinin robotit për 2050. Na po, super, po. Okej. Kërit me plan. Po. E si mendon që do të evoloj kjo marrëdhënie ndërmjet njeriut dhe robotëve, edhe inteligjencës artificiale? Çfarë ndikimi do të ketë kjo edhe në fushën e mjekësisë, të arsimit, edhe në fushat e tjera të cilat neve na duhen? Tash kena 2 lloje të impakte. Impakti pa paramenum edhe impakti paramenum. Impakti pa paramenum veç është të ndodhë. Domethënë, ki mjek që është specializant i një teme, që nuk e ka parasysh ka mund të bëjë inteligjencë artificiale, tanaj e sheh, edhe i ndrën këtë koncepti, thotë, na zavencun, ja nisin domethënë çto far paranojet pa ka? Paranoja. Edhe të mëon paranoja nuk është e dobishme se inteligjenca artificiale në esencën e saj është zhvilluar imun e njeriut, edhe me ja zavencu çto përgjithësitë që janë monotone. Nuk më domethënë me ardhë në jetën e njeriut, edhe më thonë që tash me inteligjencë artificiale e zavencum njeriun. Këtë do më thonë nuk parashikohet se edhe nuk jenë lodhë për me bu për që ato vëden. Po... Pak jenë lodhë. Jo, nuk jenë lodhë për që të dhemë, ata jenë lodhë shumë. A je i sigur? Ata jenë lodhë shumë. Po do më thonë që rrugtimi është që inteligjencë artificiale dhe robotët me ndihmu njeriut në jetën e vetë.
Po, ka me pas diskrepanca, se në Pakistan edhe në San Francisco nuk ka më zhvillu robotika njëjtë. Domethënë, tu kime pas hala blektori dhe bujqësi, domethënë të zhvillu njeriu me mënyrat më primitive, pastaj kemi pas 12 popujve. Nëse që kaq shumë letohet edhe shtohet kërkesa atje për robot, ke i bjen që detyrimisht që ta njerëz që janë këtu shtu nëpër punë kanë më shku me lyp dikun punë. Alo paguhet që ajo, vëdet. Ose këta thonë, hey, që me vazhdu në me punu tokën këtu ka 10 orë, shkojnë edhe më në qatje një lëvizje, për du ka me mësu vesh një send për 2 muaj, që shminajt gati robotave me montu, me shmontu, se dhe ata ka nevoj për... E mundën me ndreqë edhe njëri tjetërin, se gjithë mund për këtë farë parashikimi, pa tjetër. Është mirë me këshyrë, do më thonë nëse dëni me ishtu vetës frikë që nuk është pejsanave që e promovoj, të inteligencë artificiale, është mirë që atë film me këshyrë, do më e ka në iRobot, me Will Smithin, këtë parashijet që do më thonë inteligencë artificiale e merë vedien se thotë, ju njerës nuk dini me arrujt vetës shëndetin e juve, tash na do të ju ka juve që shmërnu jetën. Ideja është ka me qenë gjithmonë të paktën deri 2050 në shërbim të njeriut. Absolut. Sepse është logjike, robotët janë programuar përderisa me ngjan njeriu. Edhe me lecu procesin. Po veçore, domethënë para asnjë muaj nuk u bë, dul një për robotëve dul për jashtë programimit. I dul jashtë programimit vetë dhe janë nisë me marr u bë autonom. Janë nisë domethënë shkoj ke i sjell ke dolan fjallor Prishtinës. S'ka lidhje. Doli dhe i binte me grosht të ti... Dhe egodiste. Po dhe egodiste, faleminderit. Egodiste gjepotin. Më e bukur ke fjalia, por i bike. I bike, po. I qepoj ke mujtë. Kur te ka ro, s'ka lidhje, Kosovarë. Qaftë, Kosovarë. Drilon. Dolim për kontrole. Po dhe që pas edhe ka ndodhë. Që me ndodhë me shkollimin? Ta zonë, për para kemi pas letë, je përcaktu për një profesion, ke diskutu me familjen, je dhe shku aty dhe ke punu 40 vjetarëshme në qatë profesion, apo jo dhe i moshën 65 vjeqare, dikush që hinë tregun e punës të shtamenistë 2-3 vjetë, edhe ma shumë se 40 vjetë po i bjenë. Sot është e pa mundën, apo jo? Kur gjësë për parashikohet ma për katë shumë gjatë. As bilas teknologjia, as zhvillimet teknologjia. Unë do më thonë... Qysh me jabo për edukimin, pra? Vesh një shambull, me ditë do më thonë që unë këto e bëj me pasjan, edhe e kam profesion. Do më thonë, punoj me një kompani këtu që është amerikane, i ka punësu do më thonë rrët 100 njerëz, që jo Exponential e ka emrin, për i bëj pak marketing. Ideja e kësoj kompanije është me zhvillu produkte me inteligencë artificiale për Amerikë, për klientat majtë Amerikës. Tash me kreqit ekip, do më thonë, unë jam i obligum me ditë vazhdimisht për treja që apëndodhë në inteligencë artificiale. Dje ka është që atë emision në qatë 13 vjeqarin, aje dha një informat që më kish ikmu, tha Estonia, e ka bodë më thonë e ka zë një farë regullet që shë kishë shti ChatGPT-n pjesë sistemit të arsimit, do më Ministria Arsimit e Estonisë, edhe në pëkshyrja 13 vjeqarin, tash do më thonë edhe që kej format mike. Qyshë mike se jam në qito rjedha. Edhe në Kosovë, për shumë, s'ka lidhje nëse e konsulton ChatGPT-n? Jo, të tërë konsultim të tërë me thonë Ministria Arsimit për dërne. Po, Ministria Arsimit, po edhe shkolla, për shumë ka në shkolla në Kosovë që e përdurën. Ama kjeshin nga zyrtarisht, ka bo pjesë kurikulis. Për zyrtarizem, ata e kam bu dhe më pjesë kurikulis me mësu fëmija me përdor ChatGPT-n. E përdu me thonë, one si researcher, si person që vazhdimisht merrna me hulumtimin e kësaj teme ikin sana, andaj do më thonë është shumë shpejt u zhvillu si rezultat. Përgjigja jam për këtë temë është që është mirë njeriu në vazhdimsi mu interesu për të rejat, se mundet me pas për shembull një profesion që lidhet shumë me pasionin e njeriut, edhe që aty mundet me u pozicionu. Nuk e kena para menu, na para 20 vjetë me rrjete sociale që dikush do më thonë e ka pasion grimin, edhe del do më thonë i bën do videot grimit, buhet VIP me grim, edhe përmes grimit do më fiton ma shumë pare se so do më thonë një drejtar i nalt i Raiffeisenit. E që kjo, që kjo ndryshim është pëse dikush e ka pas nga dëshmërin me raskirat. Pra që po thume, me njek pasionin ende. Pa tjetër, dikush mundës me thomë, qa ku me studiune, nuk e di, s'po ju bëj antireklam drejtimi të ndryshme, po shkenca shoqënore, për shembull ku ta zonë po devalvohet gjithë shka edhe këtë informata t'i ke aty, edhe qa mund të bëjone me atë drejtim. Pra, a me vazhdu me ndjek pasionin, a me thjesht me kalkulu në qëto zhvillime, edhe në qëto procese, edhe të parja, të pagesa. Dy sene janë si udhërëfyjes. Pasione edhe dëshira e vazhdueshme për me mësu sene të reja, kurioziteti. Në më thonë, nëse i kishë të dyja, nuk duhet me ekufizu vetëm me profesion mo. Që është menimi jam. Në më thonë, para 20 vjetë nuk kanë egzistu dë prej profesioneve cilat që tashën të gjeneru shumë pare. Për shumë, content creator, kriju si përmbajtës, në më thonë,
koncept s'ka ekzistua, në ke pas në televizion, u kon entitet që ka kriju përmbajtja dhe ditën e mirë, tash ka evolu deri në çat nivel sot tash përmbajtja e individit ka njerë për është më e rëndësishme se sa në entitetit mediatik. Për shkak që ti evolimi, dy sene do të më ndodhë. Vazhdimisht do të më updateu, do të vazhdimisht më marr ato të rejat, nuk është për gjithkon fan, ka se dikush thotë hey ngam, kisha pas shef, kam shok në teknologji, është ai domethënë është prej më të mirëve në botën e kriptos për shembull, po në një komunikim kështu personal të kisha pas shef me post të deleve pas në shtëpi, po qysh njëri domethënë është domethënë pikun në të farë në moje ku të puna të për qetësi edhe për kjo. Laknian diçka që se ki gjithmonë është. E vërtet, po ai domethënë ato delet më në bën domethënë që kisha bitcoina, delet i vren, po domethënë dëshira për një dinamike. Dërshirë shumë momentale ka pas. Megjithatë, kur pisha për shembull persona që po shkruajnë statuse me ChatGPT, po duket pa shpirt, pa emocion, pa diçka, po vërihet me njerë që është e përdorur. Ndoshta duhet me ditë të si me përdor ose si i merr informacionet, po pastaj i shpreh në mënyrën tonë. Që unë me pas kujdes ndoshta njerëzit kur Absolut. Këtë këshilla këtu me vend, edhe pyetje edhe diskutim me vend. Unë për vete e kam shkrimin pasjan. Më thonë, jam dashuru në shkrim kur një shok ma ka dhuru një tastatur, është tastatur që është ma këndshëm me shumë të është mekanike, pe ati momente ku thonë... E kam hala. I mungojnë në shkronja, po s'ka lidhe. Po, qashtë, jenë asi pak. Oja i mungojnë, se u përdor më shumë. Oja, uja, se e këtë për gaming që përdor. E dhe më thonë në kom pas, janë shkrimin. Nuk jam i interesu me ma zavendësu roboti shkrimin mua, vëden. Që kam zavendësu roboti, i thëmë ngam, unë që të shkru, shko ti hullum të ma që tem, për shamu, bëma research, hullum të ma një 20 minuta, edhe bëjmë materialin të televizionin e shpejt. Me taletuti që të proces. Ideja që më pëlqeu që thotë, me pas kurrëshin e vazhdueshme, edhe mësuesit, edhe prindet duhet të thonë fëmijëve, se ta fëmijët po rriten me ChatGPT, domethënë, kanë me qenë shumë të varur në këtë dilemë dhe këtë frikë kam. Mos kanë me qenë shumë të varur prej një burimi edhe s'kanë me zgjenu horizontin e tyre. Edhe si thonë se po pasivizohen, e vërtet. Mos pasivizohen, jemi pasivizuar të gjithë. Po, ideja që thjesht po varesh vetë edhe s'ka kreativitet, s'ka angazhim. Tjetër gjeneratësh, tjetër mendësi, tjetër është, sikur se ka qenë kohë e jona ndryshe prej prindërve tanë. E vërtet. Unë mendoj që duhet më pajtu me këtë pjesë. Po, përveç pajtimit duhet me bëhe dhe hapin e integrimit. Së të më thonë, po vëllojnë që kjo, modern, kam me përshamë 30 veçar që thotë, unë s'di me këtu sanë teknologjisë. Hajtë një 65 veçare arsojtoj, a bëden, një farfur me arsojtoj. Mo 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë nuk të arsojtoj, me më thonë, nuk e di shka ChatGPT, nuk të arsojtoj, se është, që shme thonë, është zbulim, si me më thonë që tash unë se përdori vëlla internetin. Edhe 65 veçar... Ose maqinin e lamjes të teshëm. Që kja, se do më thonë një shatë të me dëpulla asën të mësaj. Jemi mësën se është do më thonë nevoje madhe dhe sa ma shpejt e mësën, ma shpejt integruash dhe si rezultat ma shpejt kompenzuash për kohën e konsumuar. Na, se cili për neve jena të eshit kohën e vetë për në kompenzim në dishkafet, a bëden. Jena që tut, një rogë, një kësini, kur të mërin me teknologji, me nëzonë hapin, mund është do më thonë me përfitu shumë ma shumë, edhe koha jote me ushit ma shtraj. E dërilën, kër jemi të fëmijet, për shambull, shumica e prindërve kanë shumë vese dhe kanë mërzi, kur e shojnë shumë të varun pas teknologjisë fëmijet, në gaming, në gjanat e tila. Ku duhet ne me pas kujdes, ose ku duhet ne me i orientua ata në mënyrë që mos me hup kohën katë, po me përfitu diçka nga inteligenca artificiale? Jo për probleme më të mëdha është prindërimi. Prindërimi është domethënë problem tepër i madh që hala nuk më pretendu që domethënë u bëna zgjidhje deri çtash. Për shkak që asaj, për shkak që nuk ka zgjidhje, nuk guxojna as me fajsu prind, as me fajsu fëmijët, as me fajsu institucionet, se rezultati i kësaj do të me pas bashkëpunim me ato afër të krejt entiteteve që janë pjesëmarrës në këto. Te prind unë e kom pas i vërejtje, sa i përket përdorimit ChatGPT, sot që e armiqsojnë, e nuk është ide e mirë me armiqsu, në anën tjetër nuk është ide e mirë me lënë fëmijën domethënë në ato në kararat e veta. Jo, domethënë duhet me pas bashkëpunim mes prindit edhe fëmijës te përdorimi i teknologjisë, jo definitivisht me shtimin e fjali edhe gaming edhe ChatGPT, se me ChatGPT domethënë ky mund të ardhmën e vet profesionale me rregullu, e me gaming mund është më bërë në ashtë lejtar profesional, po mesin 5 lejtar profesional, si që kena në Kosovë, do më thonë që dalin në ekipe internacionale për gaming, për nuk ka qasë e ardëmërije, sos mundet me pas një pa isje e cila krejt djetartë dhe scholars dhe këtë diturin e kime një vend, edhe të vishë du të me ditë që shmi u qasë asaj. E vërtet, po. Problematikën që e shohë unë është
forma e kufizuar me komunikimin me ChatGPT. Me ChatGPT është më mirë me komuniku kur ti je të dashur me rritjen e informatë, për shembull, po du me mësu biologjinë, i kam 8 vjet, 5 vjet aso vjet mësohet biologjia, më thon, a mi konceptet kryesore të kuptojnë çu funksionon biologjia, çu funksionon kimia, të mritet çka informatë më shpejt, që masaj të kam pasurimin edhe. Sa e mirë kjo, Absolut, domethënë është kursimi i kohës, është definitivisht qasja në informacione që i kemi sot, është mrekulli. Absolut. Krahasuar me për shembull motra imi kur ka studiu mjekësinë ozosh me end skripta me shoqëri edhe në gjuhën serbokroate. Po, patjetër. Domethënë tash këto sfida nuk janë. Në atlasa që kanë po si organet e trupit në atlasa pa ngjyra. Po, imagjinoj. Para më tash që e ke sa dimensional. Po tash domethënë krejt që kjo është të vepruar dhe aspektin e vet negativ. Çfarë është aspekti negativ? Kur ka convenience, kur ka rahati njeriu, nuk i jep zor. Për shembull, çaj person që u duf atje me shku me lyp skripta ase, ai veç të upërzime skripta ka mësu. Kapacitetin e performancës ose trunit, po. E unë që këto dyja nuk bën minal kur, domethënë kuriozitetin edhe pasionin. Por çka do të? Unë mendoj që është dashme shtu ekstra. Me ulëm tutje. Unë vetëm me këto dyja. Unë mendoj që për te unë ka pas impakt ndryshe. Jo, unë vetë fëmijë, se për shembull tash po vorra shumë prej ChatGPT-s, domethënë bëmi detyrat e matematikës, po ti bën detyrat e matematikës, ata as nuk i rishikojnë më, i marrin copy paste në për ashtu, edhe kjo është një farë pasiviteti tyne. Kjo s'po pëlqen. Domethënë për ndryshe, nëse e përdor ti për burime, për si aleat, ajo është absolutisht nuk gjëna është mos me përdor. Tash kjo çorën, çto afet po them, çosja me ChatGPT është në çat nivel sot kjo është të ekzistu. Kjo është problem të ekzistu, domethënë mu kur të më ndikosh të më thotë pe 20 studentëve 2 nuk e kanë përdor, këta të 18-it e kanë përdorur në të shkojt furi me çata 2 që kanë, a janë mira, kanë temperatura, pse se kanë përdorur ChatGPT-n, se është domethënë mjet që ta ka lecu çdo punë, vëden. A duhet me të zgjidhë edhe problemet e matematikës? Mas nej, domethënë apo po them, kjo na kthen në tema filozofike bazë. Pse do na më mësuan matematikën? Po do nëse se ajo nuk duhet me qenë ashtu. Jo, unë po ne më bëj çat sfidë. Që bëjnë na mohabet, pse duhet më mësu matematikën në fëmijë? Domethënë na unë e kam mësuar tabelën e shumëzimit në kohën tëm. Besoj që keni mësuar ajo. E keni pas obliguar. Çka të ka vënë tabela shumëzimit kur tash çastë çosje e ki. Për shembull, te sistemi i fëmijëve të mësojnë, nuk e mësojnë tabelën e shumëzimit. Ndërkohë që me plan program të Kosovës patjetër është më mësuar për mend. Edhe mësojnë hala ende. Me plan program të Kosovës mësojnë ende vjershat për mend, domethënë veç takimi parasysh edhe këto, vjershat edhe mësimet e tabelën e shumëzimit. Pse s'dvyn? Nuk do të thonë me po veç nëse në televizion për shembull thonë sa vjen 4 që pjesë bisedës plus 18. Nëse e bën për shembull mos e shihni fëmijën shpejt. Mos e ngoni. Nëse dikush drilon po pyet kështu publikisht dikant, edhe i thotë se do bëjnë 4 e 6 nëse nuk e din përgjigjen pastaj sa njerëz që taku deri sot. Ç't kanë pyetur? Që s'kan telefon. Jo, ajo dihet. Domethënë se diçka është çosja e saj na çaqe let, nuk duhet më obligu me nxon trunën se më në nxon me sa në matë. Pikërisht unë për ata thash edhe për ngarkesën e veshjes ose rregullimit ose kalimit të kohës për ushqime ose gjëra të tilla, është mirë që mos më ngarku se truni funksionon me një kapacitet të caktuar. Nëse ti e ngarkon, pastaj s'ke mundësi me çën krahë. Që është i pakufishëm, po. Absolut. Po. Mirë, drilon me pyetur diçka, domethënë personalisht domethënë e konsultoj në bazat ditore ChatGPT-n e pyes, po diku duket që po e lodhi shumë thon mbledh diçka për pyes për nesër. A dhe pse s'pe lodhte? Se kur të vjen ai në pushtet tani ai thotë ky më kam shiru. A ndoshta? Ndoshta unë apo ndoshta. Jo, seriozisht unë konsideroj sigur, se më humanoid edhe. Po, çfarë? Si duhet të pru pak prit. Jo, po më intereson. Po kështu është djesi. Roboti. Kur të vinë të shprehen të kështu. Çka ka që u lodh një robot diçka, të punon tokën edhe rob. E kam takuar njerëz, domethënë që po e pyesin ChatGPT-n edhe për sa në krejt, si më thonë, krejt personal, jo vetëm për shkruajtjen e detyra, domethënë edhe për ndjesinë e tyre, edhe për raport me qasjen me njerëz, edhe nuk e di, për thjesht për fillimin e ndonjë biznesi. Jo, edhe për lidhjen në raport me, si më thonë, në raport me të dashur. Po, çfarë, po. Si më thonë, çush me usill me të në çet moment çfarë bë me fëmijë, çush, si më thonë, a ndihmon në çet aspekt? Apo i ka informacione të përgjithësuara që ajo që vlen për ato në New York vlen për neve këtu në Prishtinë. Tash krejt thash bukuria e përdorimit të ChatGPT-s dhe të tjerave është çush e bën promptin. Nëse ti jep informacion shtesë edhe të sakt, ai ka më të dhënë ty të personalizuar. Të i thonë në Kosovë vërnoj, mos hajde me. Ai veç shpjegoi informacione para pragës, si më thonë.
Nëse unë ja kom të naltë ato, e kom po mos më këshyr historinë, se do më thonë, me bu me këshyr i dalë sociopat, se do më thonë herë ves si doktor, herë ves si inxhinier, herë thëtë çka jetë ai, çka je ai, i normale, abnormale. Se pju vjen marrë për sajnëve? Kështë? Se pju vjen turp për sajnë? Jo nuk vjen turp, veç do më thonë, i dhu informacione të ndryshme, herë i thëmë jem drejtar, herë i thëmë jem këser, edhe ja përzije, kur t'ja përzijin të naj, i thojnë din me halucinacionu. Kur të halucinacionan, për shkakun të përgjigje domethënë këtë gabuar te vetë për biologjia, ja nis fol domethënë për inxhinieri kimike, edhe ndodh, po nuk ndodh ty si konsumator, çfarë më thon, i rregullt normal. Unë shkoj bëj abnormalitete edhe ndodh. Kjo ndodh te aplikacioni që kemi pagesë apo veç kështu? Jo, krejt ndodhen. Domethënë halucinacionimi i AI-it është problematik, pikë problematika më të madhe që s'mundet me kon reliable, s'mundet me kon i besueshëm në robot, për shembull me lon 100% të pavarur ai me bu ndërhyrje kirurgjike për shembull. Si lihet se domethënë çaj inteligjencë artificiale e ka një probabilitet që veç i bën në mend domethënë diçka tjetër, edhe shkon çush ashtu e bë operacionin veç të pas na harru po. Veç të prej, veç të këshyri me prej që shtu shka do të me qenë prezent, do më thonë, në bikëshyrë se njeri. Doktore. Te shtu informacionet. A me konsultua, mos me konsultua, me i besu, mos me besu, a me zavendësu psikologu, mos me shku të psikologu, po me konsideru ChatGPT një psikolog, një pisanëve ma të bukra që po ndodhë është që njerëzit janë të e përdojnë inteligencën artificiale sepse nuk kanë marrë me komuniku me ta. E din që do më thonë nuk është njeri, edhe krejt problemet për ja paraqet, edhe po diagnostifikohet ka njëherë me diçka. Unë e mendoj, edhe preferoj, edhe bëj thirrje do më thonë publike që mos krijojnë diagnozë me ChatGPT, po do më thonë të marrin çat farlloj komunikime të bojnë deri në maksimumin e saj, qoftë për psikologji, qoftë për mjekësi, qoftë për gjitha, pastaj me shku me konsultu ekspertin lokal. E ju si njës teknologjisë, a duni me qenë ofër mjekve, a duni me qenë ofër, sepse ata duhet me di se si me përdor ato? E tash që të shkon niveli e obligueshmërisë pe entiteteve shtetërore. Do mos se unë muj me ardhur në një emision, muj me shpjegu çto, por kur të vjen sa për më të ndihshme për shembull specifike të mjekësisë, do na unë masaj pe ekipit tam me prunë një ekspert që është më i thirrur se unë. Unë jam për shembull për PR të inteligjencës artificiale, po vjen domosdoshmë eksperti që merret vetëm me çështjet mjekësisë të inteligjencës artificiale. Janë profilizuar, a? Kemi profilizuar edhe kemi domosdoshmë për komunitetit, këtij komuniteti kemi të gatshëm me ndihmu qeverinë edhe këtë entitetet të tjera shtetërore dhe jo qeveritare. A ka profesionistë sa dush Kosovë? Ma shumë se sa që vynë. A po, Jo, vynë. A janë të thellum? Ma shumë se që i mbulim tregun, më të më thonë. Po, tregu i vogël është, për ata thash për nevojat Po, sigurisht, po. Edhe çfarë do nevoja që mundën me u paraqit në të ardhmen, kemi ekspert. Është e ardhmja, definitivisht. Po, absolut. Edhe kemi thonë, me vitet tona, në programin gjesi që... Kjo nuk ka rrugtim tjetër, veç du të me ditë me u qasë. Shtop du me thonë, ose është konsumimi i inteligjencës artificiale pa vedije ose me vedije. Nëse bëhet me vedije dhe me sistem, përfitojnë për isaj. E kundërta është e damshme. Okej. Drejlon, shumë faleminderit që erdhe sot. Faleminderit ju. Ndrilon, faleminderit.